Përshëndetje, sot do të përgatis një kek vetëm për 5 minuta, është cheesecake që s'ka nevojë më fut në frigorifer disa herë për përgatitje. Është shumë lehtë për të përgatitur dhe shumë është e shijshme. Shpresoj që dhe ju ta përgatitni. Marrni biskuta, një pako biskutash, gjysmën e biskutat të kësaj pako i përdorim, i bluajmë biskutat në blender. Dhe tani biskotat e bluara, parafërsisht 250 deri në 300 biskota, varet nga tepsinja, do të thonë 250 deri në 300 gram biskota. Marrim tani buter apo gjalp të pakryposur dhe gjysmën e këtij buteri e shkrim edhe i aqesim biskotave. E përzijem dhe këto tani bëhen në këtë formë. Tani nga këto e ndajmë vetëm një lugë gjysmë për dekorimin e mëdhenshëm të kekut. Tepsia është 20 cm, e kom lyë me vaj, do më thoni kom qitë letër poshtë, fundit edhe anash të tepsins, edhe i kom lyë me vaj në mënyrë që të mos ngjitet keku për tepsije. E shtrim biskotat me buter që i kemi bë, i shtrim edhe me anë të gotës, pak e zi shtypëm në mënyrë që të shtrihet mirë në të gjithë fundin e tepsijës. Dhe tani marrim 100 gram çokoladë të bardhë dhe i shtim në mikrovalë për 1 minutë e gjysmë derisa të shkrihet. Në një anë tjetër i marrim me 2 gjiza të buta, ka 200 gram, do të thonë 400 gram gjizë e butë. Dhe ja qesim një gotë të çajit sheqer pluhur dhe e përzijem me anë të mikserit. Derisa sheqeri të shkrihet në gjizë. Pastaj në një gotë tjetër marrim 300 ml mazë, që unë këtu kam përdorur mazë të dyfish, mazë të trash, dhe e kam përzim me mikser derisa maza, pra përfisht 1 minutë e gjysmë, derisa maza është trashur. Ja, se është bërë maza e trash. Tani në një enë e zbrazim me gjizën që e kemi përzim me sheqer pluhur. E zbrazim edhe mazën. Edhe i aqesim çokoladën që e kemi shkrim në mikrovalë, çokoladën e bardhë, pra 100 gram. Edhe këto të gjitha tani i përzijem me anë të shpatullës, i përzijem, do më thënë jo me mikser, por me anë të shpatullës. Edhe shohni, tani i ashtojmë bazës së biskotave, i ashtojmë gjizën. E shohme gjiza sa e trash dhe e mirë, shumë e mirë duket. Edhe e lëm anash, tani prap e shkrim edhe 100 gram tjera çokoladë të bardhë dhe i ashtojmë një 2-3 lugë mazë në mënyrë që çokolada të mos ngrihet mbasi të vjen në kek, po të jetë e butë. Ja kështu bëhet. Edhe kekun e marrim edhe ja zbrazim çokoladën. Ju nëse keni dëshirë mund ta futni kekun në frigorifer, ku pas kohë derisa të përgatitni gjizën ose mazën, por unë se kam futur fare. Është një kek që përgatitet për 5 minuta. Edhe mund ta futni në frigorifer për 3-4 orë ose 2 orë ose si doni ju. Unë hiç fare nuk e kam fut në frigorifer, sepse desha ta bëj videon dhe ta postoj. Tani edhe mbasi e hekin nga tepsia dhe ja hikur letrën, kekun e dekoroj me thërime të biskotave që i kam lënë pakës, do më thënë kur i kam blu biskotat i kam lënë në një pjatë, edhe me isin gjithashtu i qes pak biskotat të thërmuara, edhe e dekoroni si të doni ju, por unë do i qes pakës borovnica aty, vetëm për dekorim. Edhe kjo është keku që përgatitet shumë shpejt, edhe me të vërtet ja vlen me përgatit, është shumë e shijshme. Natyrisht është më mirë që mbasi ta përgatitni ta lëni në frigorifer, të drejtën t'ja them unë se kam lënë fare në frigorifer direkt, e kam prerë vetëm për ta shijuar pakës se si është bërë, por është shumë më mirë nëse e lëni ju 1-2 orë në frigorifer.
Do më thonë kjo kek përgatitet shumë shpejt, mos hezitoni ta përgatitni ja si duket, mjaft e mirë, e shkret, shumë e mirë. Ju nëse e përgatitni, ju bëft mirë, mos harroni në fund të më bëni follow për recetat e radhës, se kanë ardhur receta akoma më të mira. Faleminderit shumë për vëmendje, gjithashtu edhe në YouTube-n tem Mel's Menu mund të shihni të gjitha recetat e mia. Miropafshim hera tjera me receta edhe më të mira.